Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu deklaroi sot se gjatë vitit 2026 Shqipëria do të pajiset me sisteme të reja artillerie dhe me sisteme të parakundërajrore pas një mungese të gjatë në këto kapacitete. Gjatë një konferencë përshtyp, Vëngu theksoi se vendi ndodhet në procesin e rishikimit strategjik të mbrojtjes, në një kohë kur rendi ndërkombëtar po fragmentohet dhe konkurenca globale por merr forma të reja. Ai shtoi se buxheti i mbrojtjes për vitin 2026 arrin në 2.12% të prodhimit të brendshëm bruto, me një rritje prej 12% krahasuar në vitin 2025. 2026 shtojmë sisteme artillerie dhe sistemet e para kundër ajrore mbas dekadash mungese të këtij kapaciteti në forcat tona. Elementi i dytë i investimeve, industria ushtarake, të cilën ne e shohim në fakt si një investim në sovranitetin teknologjik të vendit, sikundër dhe një investim në ekonominë e vendit, pasi po largohemi nga modeli ku blinim vetëm armatim në tregje ndërkombëtare dhe po shkojmë drejt prodhimit. Kompania shtetërore Kajo, për të eliminuar edhe një herë hamendësimet apo paqartësitë për çfarë po bën kompania shtetërore Kajo, kanë nënshkruar në 2025-ën 6 marrëveshje, pra kemi 6 kompani të përbashkëta të themeluara, shtet privat, për prodhimin e armatimit lehtë, municioneve, mjetet blenduara dhe mjeteve të emergjencave civile, uniformave, dronët dhe sistemet antidron, ndërkohë jemi në negociatë, siç e dini, në finalizim e sipër të negociate të rëndësishme me gigantin italian Fincantieri për prodhimin e anijeve në Pashaliman. Të gjitha këto aktivitete dhe gjithë kjo industri ku janë bërë porosit e para, kanë filluar të vinë linjat e prodhimit, kanë filluar rekrutimet e para, 50 vet janë rekrutuar dhe presim që të rekrutohen në totalitet këtë vit 326 persona, janë po aq vende të reja pune, të cilat parashikojnë të krijojnë gjithashtu 3.8 milion euro të ardhura direkte dhe 8 milion euro të ardhura indirekte përmes taksave dhe përmes të gjitha parashikimeve kontraktore. Po ashtu sistemet kundërtanke Javelin pritet të prezantojnë javën e ardhshme, ndërsa viti 2026 shënon rikthimin e artillerisë dhe mbrojtjes kundërajrore të forcave të armatosura të Shqipërisë. Sipas ministrisë së mbrojtjes, këto investime synojnë rritjen e gatishmërisë ushtarake dhe konsolidimin e Shqipërisë si një aleate të besueshme të NATO-s.